Ka njerë që janë për cirk. Këtë tjetër është kënë hajgare, dëfrim, lëvizje, shtetitje, që ajo është komplet realisht. Aja që e përbën kuptimin e tjetës. Ka njerë që qëllimin e tine i ka madhore, a i ka kauz njetë, Allah, a i ka popull që do të me përmirësu, a i ka familje që do të me ndërtu, a i ka zë që do të me adhuru, ka kauz të madha, nuk ka ku me u për poshtë e për pjetë. Dy të njerëz, ama roli që e luj njën e tjetëri e bëndallimin. Ashtë e qartë? Roli, që roli kia për? Edhe roli i këti kalit në betej, dalon nga roli i kalit në cirk. Pra ndaj edhe Allah Gjallahu Ala për këtë është betu e për tjetëri as ka fol bile. Cili jeti? Cilit roli jëtë? A është roli i cirkut, veç me shku më talë me kesha, që kjo roli njëtë? Apo kjo roli madhore, Allah, ki qëllime madhore, ki kauz, ti ki qëllime që du më rritë, nuk del jeta, mi aftu shumë sa ki qëllime madhore me kry. Po, një lej arktimi është i kërkuar për njëriun sa për rifreskim, sa për ta marrë pak vetë, por jo mu shëndru jeta, qëllimi jetës me konë, pushimi, dalja, arktimi, knatësia, lëvizja, epshi, që kjo është jeta? E që kjo është jetë? Në fund jetës ti njërë më mburë, sa vene i ka shëtit. E qka? Në regull, njërë kjo më shët, po qka ke po? Në gjdo vend ku kom shku, në 2 vete e kam përru islamin, tash bëna më habet, po. Ku kom shku, për shamull, i kom një mu fukarevat ati ven, që tash bëna Allah fësat dush. Ma ke shku kështë jetit, ke pa monumente, qka burë? A që ke jeta? Me pa figura, skulptura, që kjo është jeta? Jo, dhe, këto dhe njeri për rekrasion ka një kapak, ku kry puna. Qëllim jetës nuk o kë. Jeta është dikun tjetër. Besimtare ka një jetë. Jeta ti është kapitali i madhë për me vitu shumë. Dhe Allah Gjallera betohet në kalin, parëmëna, që realisht ka pasë Ralf Fisnik, e qka të mërmen për kalorësin. E për të qka fletë Allah Azogjel. Dhej, kjo mësimi madhë.